Festat në yacht nxjerrin natyrën e vërtet njerëzve. Në pak orë situata doli jashtë kontrollit. Yachti u shndrua në një skenë orgjie. Ishte sex party më i çmendur që kisha parë. Të gjithë ishin tap, me alkool e kokainë. Ata përdornin 500 euroshin të bërë tub për të thithë kokainën. Edhe aty e kupton se sa pak vlerë ka leku për ta. Detyra jonë ishte të bëshim të padukshëm, të siguroheshim që çdo gjë ishte okay, po pa rënë sy, pa u përzierë fare me të ftuarit. Përveç se një momenti ku dyshuam se njëri nga djemt nuk ishte kaluar në overdose, sepse nuk po reagonte fare. Dëgjum të bërtitura nga xhakuzi në pjesën e sipërme të yatit. Djali ishte me 3 vajza. Të katërt ishin nudo dhe kur shkum e gjetëm djalin pa ndjenja. Ne jemi trajnu për të tilla situata dhe shqyr Zotit ishte një marramendje nga alkooli dhe jo overdose. Në të tilla situata edhe ne jemi të rrezikuar të bëhemi pjesë të orgjive, jo me dëshirën tonë, po me kërkesën e klientëve. Ka patur raste ku hostes janë gjendur në vështirësi, janë ngacmuar seksualisht. Në raste që kanë pranuar, janë paguar ekstra, me dëshirën e tyre gjithmonë. Edhe pse në Shqipëri nuk kemi hostes vajza, edhe pse standardi e kërkon që hostes të jetë vajzë, është pak e vështirë këtu te ne, por nëse klienti e kërkon me ngulm, i sigurojmë. Shampanjë që derdhet si lum, vajza me bikini ditën, e nudo natën, dje me purën dorë që shijojnë parajsën e pushtetit, është gati e njëjta pamje në festat që bëhen në yacht, ku kërkesat janë nga më naive tek ato më tekanjozët. Mbaj mend që diku nga dita 3, ku gjithçka duke sikur ishte normalizuar, nga kokaina dhe alkooli, disa nga vajzat kishin zbarkuar nga yachti dhe kishin mbetur 8 persona. Djali politikanit, ai që kishte përnatuar yachtin, i kërkoi kapitenit të sillte striptiste me ngjyrë në bord. Kapiteni, si personi që administron gjithë buxhetin e klientit, në lidhje me të gjitha bleret e nevojshme për mbarvajtjen në yacht, me shumë vështirësi arriti t'i gjejë 2 striptiste brenda 24 orëve. Njërën me ngjyrë e tjetrën jo. Për çfarë i duan striptiste 4 djemve pasanik që deri para pak orësh kishin 8 vajzat më të bukura në bord. Për pushtet, sigurisht. Edhe për t'i treguar vajzave që ata marrin këtë duan, kur të duan, e nëse e dëshirojnë diçka mund ta kenë. Vetëm marrja e striptizve ju kushtoi 10.000 euro ekstra. Por në rastin e vajzave të tjera që nuk e di nëse ishin me pagesë apo jo, në këtë rast mund të them se e shfrytzuan në maksimum çmimin që kishin paguar.